Paraprakisht u njoftua për një seminar i përhershëm që do zhvillohej me datën 21 janar në ambientet e Universitetit të Shkodrës. Shpreha seminari i përhershëm nuk korrespondonte me faktin se një seminar i tillë nuk është realizuar asnjëherë në Universitetin e Shkodrës, as në periudhën e komunizmit, as në periudhën e pluralizmit pas viteve 90. Ky seminar me temë për letërsinë e Kubës gjatë kohës së diktaturës komuniste në ndërtimin e Fidel Castro korrespondon me periudhën e diktaturës komuniste në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Me që tema po trajtohej për herë të parë në gjithë historinë 7-vjeçare të Universitetit të Shkodrës, u mendua se mund të ishte një temë interes për stafin akademik të universitetit dhe mbas edhe për intelektualët e qytetit. Në fakt, në sahën e organizimit të seminarit u vuri një pjesëmarrje thuajse zero. Siç duket, pedagogët e universitetit, në mënyrë të veçantë pedagogët e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, ku bën pjesë gjuha shqipe, letërsia, albanologjia, historia, gjeografia dhe gazetaria, me drejt nuk i kishin vlerësuar fare. Është shumë e çuditshme që një pedagog i gjuhës shqipe dhe albanologjisë në universitet, pas 35 vitesh pluralizëm dhe demokraci, sjell dhe promovon letërsinë një vendi komunist shumë të largët siç është Kuba, e cila vazhdon të jetë akoma në diktaturë komuniste. Gjithashtu tenton të lartësojë ndikimin e letërsisë kubaneze në letërsinë shqiptare të diktaturës. Këto janë rastet e intelektualëve misionar që promovojnë në një shoqëri demokratike dhe të brishtë si Shqipëria antivlerat e komunizmit global. Për fat të keq, promovuesit e drejt për drejt mbështeten edhe nga të tjerë intelektual me ndikim komunist, të cilët janë në katedrat e tjera të Universitetit të Shkodrës dhe që nuk kanë lidhje me qendrën e kërkimeve albanologjike. Këto pedagogë që mbështesin promovimin e reminiscencave komuniste që shkatëruan Shqipërinë dhe mendimin e lirë të intelektualëve, janë njësoj të dëmshëm sa dhe promovuesit e ideve komuniste. Kjo temë e seminarit pati vetëm një anë pozitive, na hoqi vëmendjen e zhvillimeve të fundit në Venezuelë dhe vende të tjera latinoamerikane, ku nga rasti i presidentit Maduro kaluam tek rasti i diktatorit Fidel Castro, dhe nga rasti i zëvendës presidentes Rodriguez kaluam tek aktiviteti promovues Smajli Gjuraj, pa ndikimin e as ndërhyrjen e SBA dhe Europës. Gjithashtu drejtuesit e universitetit që shesin aktivitete të tillë si element të ndërkombëtarizimit Europiano-Atlantik dhe që i mbështesin me infrastrukturën e universitetit, këto lloj aktivitetesh nuk kanë asgjë tjetër vetëm se kriptokomunist dhe kriminal të vegjël, por që premtojnë për të ardhmen në këtë fushë. Ky aktivitet promovues është rast për të kuptuar drejtues të arsimit të lartë, intelektualët e Shkodrës, faktori politik shkodran se vizioni drejtuesve të Universitetit të Shkodrës me disa celula komuniste brenda stafit të universitetit janë të gatshëm për të rënuar arsimin e lartë në Shkodër përmes promovimit të ideve jo humane dhe jo shkencore, që lënë gjurmë vetëm për keq tek breziri i studentëve në këtë universitet. Këto celula me pedagog kriptokomunista janë të gatshëm të fusin çdo lloj rrymë dhe ideje që pajtohen me idealet e tyre, pavarësisht nga cili vend rajon i botës vinë, vetëm për vletë historike, kulturore, artistike, politike dhe patriotike shqiptare nuk merren dhe nuk i promovojnë kurrë. Nuk janë asnjëherë të interesuar për letërsinë shqiptare ndërshekuj që promovojnë idetë me vlera shqiptare dhe ide për mendimin dhe jetën e lirë të shqiptarëve, janë edukuar me historinë antishqiptare komuniste dhe nuk arrin të dalin nga ky lloj bataku për të shkuar në drejtim të vlerave të mendimit shqiptar dhe europian që Shqipëria i ka hapur dyert në 30 vitet e fundit. Rasti i seminarit kubanez tregon vizionin e drejtuesve të Universitetit të Shkodrës, të cilët çdo ditë dërgojnë ujë në mullirin dhe kënetën e regresit, nuk kanë vëmendje, interes e as vlerësim për ngritjen e nivelit cilësor të stafit të universitetit. Këto drejtues kanë interes vetëm për investimet dhe levrimin e fondeve në universitet, si në rastin e temës së seminarit alla kubanez, si dhe rastin e levrimit të fondeve në universitet. Qëllimi kuptohet.